Poros Alba, në fakt, vetëm para pak çaste, gjykata e posaçme shqyrtoi seancën e radhës të dosjes sterilizimi, ku mes të pandehurve janë edhe ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj, ish-zëvendës ministri i Shëndetësisë Klodian Rjepaj, biznesmeni Ilir Rapaj, por edhe disa persona të tjerë, qoftë staf mjekësor, funksionar të Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza apo edhe zyrtar të Ministrisë së Shëndetësisë. Në këtë seancë të ditës sotme, që është ndër të parat e shqyrtimit në themel të çështjes, gjykata ftoi palët të shpreheshin nëse i qëndronin kërkesave të bërë gjatë shqyrtimit paraprak, kërkesave për llojin e gjykimit, pra për gjykim të shkurtuar apo të zakonshëm, edhe njëkohësisht për veçim apo jo të çështjes. Dhe vetëm ish-ministri Ilir Beqaj kërkoi para gjykatës që shqyrtimi i çështjes ndaj tij të bëhej me procedurë normale të gjykimit, pra me gjykim të zakonshëm dhe jo gjykim të shkurtuar, dhe njëkohësisht sipas tij çështja nuk duhet veçohej, të gjithë të pandehurit e kësaj dosje duhet të gjykoheshin në gjykatën e posaçme.